Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë të madhin Zot, i cili është meritori për të adhuruar si Zot, e që s'ka Zot tjetër përveç Tij. Mirësi dhe bekimet e Tij qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Falenderojmë Zot Allahun xhelal xhelalu, i cili na ka dhënë mirësi dhe begati pafund, dhe këto takime dhe këto tubime dhe këto ndëjtje nuk janë gjë tjetër vetëm se një mirësi e Zotit xhelal xhelaluhu dhe nesh. Merrem në mend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu ka krijuar apostafat me lajke vetëm për këtë punë. S'kan punë tjetër. Siç ka me lajke që nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se thon subhanallah deri nga momenti i krijimit deri në ditën e Kiametit. E të tjera që thon vetëm elhamdulillah nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit. E të tjera që rrinë në qiyam Zotit nga dita e krijimit deri në ditën e Kiametit. Ka me lajke e kështu me radhë. Me lajke që bëjnë vetëm adhurime, se bëjnë gjë tjetër me lajke përveç adhurimit të Zotit. Nuk shumohen, nuk shtohen, nuk kanë dhe nuk pinë dhe nuk flejnë. Ka me lajke që janë kriju vetëm për këtë punë. U mlodh një grup njerëz në filan vend. Pastaj vin tjerat si për tyne, pastaj vin tjerat si për tyne, pastaj vin tjerat si për tyne. Derisa të përfundojnë ka arshi i të madhit Zot. E Zoti pyet, për çfarë mbledh ata njerëz aty poshtë? Zoti di shumë mirë për çfarë mbledh njerëzit. Thonë Zot përmend ty, për të kujtuar ty. Thonë Zoti më po sikur të kishin parë. Zot më fort në mbas për të përmend. Çfarë duan ata njerëz? Çfarë kërkojnë? Duan xhenetin. Pa e kanë parë jo. Po sikur ta kishin parë, o Zot, ta kërkojnë edhe më shumë. Çfarë i trem më shumë te ata? Xhenemi. Pa e kanë parë xhenemin, jo. Po sikur ta kishin parë, o Zot, padyshim që do kërkojnë edhe më shumë mbrojtje prej teje deri në xhenemin. Atëherë Zoti i Madh tha, flet Zoti dhe thotë: O me lajke ju bëj dëshmitar që aty njerëz atje poshtë u kanë falë gjitha gjunahet. Do t'u jap çfarë kërkojnë e do t'i mbrojnë nga ajo që kërkojnë mbrojtje. Me lajke thonë Zot, pa aty ishte unë dhe njoni që e kishte marrë njoni. E zuni. Erdhi prej turpit, erdhi me gjuhë për kuriozitet, ama ul. Tha i madhi Zot Allahu xhella xhelaluhu, mëshira ime kur derdhet me i vend nuk përjashton askënd. Në Zotin e madh që të jemi në pjesë e kësaj mirësie të Zotit, sepse në vërtet është mirësi e Allahu xhella xhelaluhu që na mëson një gjë të tillë. Dhe unë falenderoj imamin për ftesën e tij dhe për përgatitjen e kësaj atmosfere të bukur, në kombinim normalisht në koordinim me Mbështetjen e Tiranës, e cila ka nisur një cikël ligjëratash e cila është pikërisht për të afruar zemrat, për të freskuar besimin, për të arritur imanin, plus Allahun që të jenë të dobishme dhe të vazhdojnë gjithmonë. Amin. Siç e tha dhe hoxha i nderuar, flasësh për familjen do thotë je duke folë për qelizën më të rëndësishme që është në ekzistencë. Për këtë arsye kur ja kanë dhënë për kufizimin, ç'është kur flasim për familjen, se familja mund të quhet gjithë njerëzimi. Familje mund të quhet ata që pasojnë pejgamberin alayhis salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Fjala ali Muhammed nuk kupton familjen e tij të ngushtë, gjakun e tij, por do të kupton edhe pasuesit e tij. Apo këtu ne po flasim për një gjë krejt tjetër. Familja nuk kupton një grup shoqëror që i lidh mes veti martesa mashkull-femër, ose gjaku, ose krushqia, ose gjiri. Kjo është familja. Kur themi familja, ky është kuptimi i familjes. Një grup shoqëror që i lidh mes veti martesa, mashkull-femër, gjaku, që futet fare fisje etj. Ose i lidh krushqia, që ka raporte me njerëzit e nusës, edhe nusa ka raporte me njerëzit e burrit, ose gjithëdhënia, që mund të jetë dikush vëlla prej gjini apo motër prej gjini, bab prej gjini apo non prej gjini, kështu me radhë. Ky është kuptimi i familjes. Islami ka kushtuar rëndësi kësaj pjese sepse është mbrojtja e funit dhe mbrojtja e parë e funit që mund ta mbrojë njeriu kur shkatërrohet gjithçka.
Dhe e para që jep njeriu çfarë duhet ketë ai në jetë për gjithë jetës. Për këtë arsye, në këtë kohë që ne jetojmë, synimi kryesor është shkatrimi i familjes. Sepse nëse ka diçka që e mbron njeriu, ose është feja, ose është tradita, ose është familja. Dhe në synim është shkatrimi i familjes, sepse po e shkatrove familjen, ke shkatruar dhe ndërtesën e fundit dhe kalan e fundit të mbrojtjes së një individi. E në Islam i është kushtuar rëndësi shumë pjesës familjes, sepse, siç e thot Allahu xhallal xhelalu në Kur'an, familja është shenjë dhe argument dhe mrekulli e Zotit. A do me ditë se ka Zot? A do me ditë se ky Zot meriton të adhurohet dhe s'ka tjetër përveç tij? Shiko si krijohen familjet. Shiko si lidhet një çift. Shiko si vijnë fëmijët. Shiko si krijohen qelizat e mira dhe të shnetshme në shoqëri. Ky është argument se ka Zot. Sepse Zoti ka gjykuar që do të ketë njerëzim në këtë botë deri në ditën e Kiametit, e mos të kishte familje, mos të lidheshin njerëzit, e mos të kishte martesë, nuk do të kishte. Për këtë arsye tha Zoti në surën Rum, ajeti 21, "Wa min ayatihi", prej argumentave dhe mrekullive të Zotit. Për këtë arsye në Kur'an është e treta El-Fatiha, El-Baqara, Ali Imran. El-Fatiha beslidhja mes robit dhe Zotit. El-Baqara rregullat dhe ligjet e Islamit. Gjitha ligjet e Islamit pothuajse në surën El-Baqara. Ali Imran, familja e Imranit. Ai që ka dhënë besën Zotit, ai që ecën me rregullat e Zotit, ka familje të shnetshme. Ka familje të konsoliduar. Zoti këtë kërkon për njeriu. Pejgamberi alayhis salam këtë kërkon për nesh. Martohuni, shtohuni, sepse unë do të jem krenar me ju ditën e Kiametit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka kushtuar Islami rëndësi familjes, është i vetmi projekt vëllezër dhe motra që nis këtu dhe vazhdon edhe në xhenetet e Allahut. Çdo projekt tjetër kputet. Ti nuk mund të falësh mos vdekjes, ti nuk mund të agjërosh mos vdekjes. Projekti i familjes vazhdon edhe në botën tjetër, edhe në xhenet. Tha Zoti në Kur'an, ata që besuan dhe bën vepra të mira i ringjallën dhe i futen në xhenet bashkë me familjet e tyre. Pra është diçka që ne i kushtojmë shumë rëndësi, sepse vazhdon edhe në botën tjetër. E kemi edhe në botën tjetër, por me kuptimin negativ, se njëri e kishte thonë hoxha që kishte bë mohabet për hyrit e xhenetit, edhe njëri thotë hoxh, po gratë tona, gratë tona, tha hoxha, do të jenë mretneshat e hyrive të xhenetit. Bo, tha i shkreti, na kanë nxjerrë jetën në këtë botë, pas na nxjerrë në botën tjetër. Faktikisht nuk është kështu. Atje nuk ka mo gabime, nuk ka mo të meta, nuk ka mo inate, nuk ka mo xhelozia, nuk ka mo cicmice, nuk ekziston. I është kushtuar rëndësi sepse, siç e përmenda edhe pak më përpara, ajo është aty fillon gjithçka dhe aty mbaron gjithçka. I është kushtuar rëndësi sepse është ajo qeliza e mirë dhe e shnetshme dhe qeliza e keqe. Po u prish një familje, do ta japi efektin. E po që në rregull, prap do ta japi efektin. I është kushtuar rëndësi se aty njeriu gjen një prehje dhe një qetësi dhe një rehati që nuk e gjen askund. Kado që të shkojë njeriu, çado që të shohë njeriu, çfarëdo që të përjetojë njeriu, nuk ka si shtëpia jote, nuk ka si familja jote, nuk ka si prindërit e tu, nuk ka si fëmijët e tu, nuk ka si bashkëshortet e jote, nuk ka për gratë si burrat e tyre bashkë. Nuk ka, e ka bërë Allahu xhallal xhelaluhu ta tillë që qetësia dhe rahatia e njeriu e vërteta është pikërisht në familjen e tij. Dhe ne si botë e përjetuam këtë në kohën e Covidit. Aty e kuptuan njerëzit sa rëndësi ka familja. U dëshmëledh një herë njerëzit mbyllën e për shtëpia që të kuptojnë edhe një herë ç'është nona, ç'është baba, ç'është gruaja, ç'është fëmia, ç'është burri etj etj. I është kushtuar rëndësi sepse nëse do me e njoft një njeri sipas Islamit si është, shife si është masi e mbyll derën e shtëpisë. Kështu jashtë me kafe, me muhabet, s'ka rob si ky. Do me e njoft me të vërtet njeriu, shikoj e thot masi mbyll derën e shtëpisë. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Më i mirë në mesin tuaj është ai që është më i mirë për familjen e tij. Aty duket mirësia e vërtet e njeriu.
Për këtë arsye dhe kur foli pejgamberi sa për sadakan më të mirë. Tha sadakaja më e mirë është sadakaja për familjen tënde. Sepse çfarë jep ti familjes tënde shkruhet tek Zoti sadaka, nuk është sadaka vetëm me shku me dhon në Afrikë apo në Indonezi apo këtë varfrit, filloje me gjakun tënd në familjen tënde. S'ka sens që mos e plotësosh familjes tënde e të kërkosh kush ka nevojë për sadaka. Apo gjakut tënd të kërkosh kush ka nevojë për sadaka, filloje ibda bi nafsika thumma biman ta'ul. Filloje me veten tënde, pastaj me familjen tënde dhe kë ke ti nën përgjegjësi dhe nën vartësi. Është kushtuar rëndësi familje sepse faktikisht xheneti i njeriu i gjithë është në familje. Prindi, fjala prind është një derë prej dyerve të xhenetit. Kënaqësia e Zotit ke kënaqësia e prindit. Rri nonës ke komët se aty e ke xhenetin. Kush i rrit 3 goca apo 2, tha sa aty po ta pyeshim dhe për 1, do të thotë edhe për 1. I rrit dhe i edukon dhe i marton, e ka të garantuar xhenetin dhe Zoti run për zjarrit të xhenemit. Një grua e cila i falet Zotit, agjeron, ruan derin, i bindet burrit, i bindet, jo thjesht respekt, jo i bindet, se ka i shtyll shtëpia, ka i përgjegjes shtëpia. I bindet burrit vet, Zoti do të hapi 8 dyert e xhenetit. Për këtë arsye është kushtuar rëndësi familjes. Xheneti që e kanë në shtëpi, valla, ai xhenet që kërkojmë ne, që e kanë në shtëpi, që e kanë familje. Është kushtuar rëndësi familjes sepse edhe mas vdekjes njerëzit e familjes janë regjistrat e tua të hapur për mirë ose për keq. Si? Nëse e ke edukuar për mirë, nëse ke punuar për mirë, ti vdes dhe ty të shkojnë akoma se vapë se i ke lënë fëmijët, i ke mësu dhe ty s'të mbyllet regjistri i veprave të mira. Ose e kundërta, Zoti na ruaj, nëse i ke mësuar për keq apo nuk i ke edukuar siç duhet, ty të mbetet libri i gjinofeve hapur. Allahu na ruaj. Për këtë arsye, se më thënë, është kushtuar rëndësi gjithashtu se njeriu e ka në natyrën e tij që Zoti e ka krijuar njeriu, që s'rrin dot vetëm. Ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për familje. O vëllezër, na i mungon gjon njeriu në xhenet? Si mungon gjon njeriu në xhenet? Allahu xhallahu kur krijoi Ademin dhe e futi në xhenet alayhi salatu wassalam. Erdhi një moment që u vel nga xheneti. A ke parasysh më ngop njeriu me xhenetin? A ngopet njeriu me xhenetin? A velet njeriu për xhenetit? Nuk velet. Mirë, po pas patë familje në xhenet, velesh. Për këtë arsye tha fleti gjum, Ademi alayhis salam, dhe Zoti më nga brinja e tij krijoi Havan në mënyrë që ta shijonte akoma xhenetin. Pra është natyrshmëri, njeriu nuk mund të jetojë dot pa familje. Njëri i cili do ta jetojë jetën e tij pa familje, nuk mund të jetojë normalisht, nuk mund të jetë i qetë, nuk mund të jetë, ka një mangësi të madhe jeta e tij. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, s'kemi dërguar në një pejgamber në tokë që mos të ketë pas familje dhe pasardhës dhe trashëgimtar, sepse është pjesë e natyrshmërisë, njeriu transformohet, por nuk pati familje, por nuk krijoi familje e kështu me radhë, dhe siç e thash edhe më herët, familja është, si më thon, prova e parë e njeriu dhe nëse do më e njoh dikë e sheh se si sillet në familjen e tij. Për këtë arsye i ka kushtuar shumë rëndësi Islami familjes. Si shfaqet në Islam rëndësia e familjes? Okej, i pasur kushtuar rëndësi për këtë arsye, po si shfaqet, ta them unë. 1, ka treguar se familja nuk është llafologji. Familja nuk është thjesht një dëshirë, provë. Familja do të thotë kesh përgjegjësi mbi supe, të kesh detyra, të kesh drejta, të gëzosh të drejta dhe të kenë të tjerë të drejta ndaj teje. O ju që keni besuar, runi vetët dhe familjet. Urdhëroje familjen tënde o Muhammed që të falin namaz. Ismaili ka qenë i zgjedhur i Zotit dhe urdhëronte familjen e tij për namaz. Atëherë, Islami tregon rëndësinë e familjes, duke na thënë neve dhe duke mësuar neve se familja do të thotë
detyra, përgjegjësi, të drejta, obligime, detyrime, si themi ne, drejtat e burrit. Apo jo, drejtat e bashkëshortes, pra drejtat e bashkëshortit, drejtat e bashkëshortes, të drejtat reciproke, të drejtat e kushtëzuara. Pra nuk është thjesht bëhet i dasmë marrë puna, dali çfarë dali përpara më zotni. Atë që nga bërë përshtypjen në Malezi, është i vetmi vend në botë që nuk martohet i ri ose e reja pa kalu kursin e martesës. I bëjnë kurs, merr diplomën dhe mas i merr diplomën familja e gocës apo familja e çunit për gocën, thonë po ky i ka marrë, e ka kuptuar mirë se martesa është amanet, është gëzim i madh, është kënaqësi e madhe, është mirësi e madhe, lumë për atë që e ka provu edhe për atë që ta provojnë. Por njëkohësisht është edhe përgjegjësi dhe amanet mbi supe. Është barë për cilën njeriu do të pyetet ditën. Për këtë arsye tha pejgamberi sa kullukum mes'ulun wa kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Ju të gjithë jeni përgjegjës dhe gjithë secili do të japë llogari për atë që është në varësinë e tij. Burri në shtëpi është përgjegjësi dhe kujdestari dhe do të japë llogari, po edhe gruaja do të japë llogari, po edhe fëmia do të japë llogari, po edhe ai pastruesi gjithë do të japë llogari përpara Zotit. Pa e ka kalu familjen në një pozicion që mirësi dhe begati, po edhe që ka të rëndësinë e vet, duke i caktuar gjithë secilit rolin e vet, gjithë secilit pozicionin e vet. Bab nuk të bëhet vjerri, kur. E non nuk të bëhet nusja. Kur. Por, nona nuk e zën vendin e nusës. Nuk e zën. As baba nuk nxej vendin e burrit. Janë ndarë gjëra, gjithë secili ka hisën e vet. Neve na duhet thjesht kuptojmë se si ka ndar Islami hiset, edhe funksionon gjëja shumë mirë. Duket kjo në mënyrën si më thonë, normativave etike që Islami ka paraqit për familjen. Thotë duhet me qenë njeriu i durueshëm, duhet me qenë njeriu i butë, duhet me qenë njeriu mbartës i gabimeve, duhet me qenë njeriu që i ruan sekretet, duhet me qenë njeriu i atill që bashkëpunon, i harron, jetë ghafel, bën sikur se ka pa, bën sikur se ka ngju. Të gjitha këto, domethënë që i japin, si më thon atë, kuptimin e vërtet familjes. Dhe tregojnë se si Islami ka kushtuar rëndësi kësaj pjese. Sa histori kemi ne, sa gjëra të bukura kemi ne nga historia e Islamit, se si pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka anashkalu, ka fal, ka toleru, nuk i ka kushtuar rëndësi. Tani llogaritë të për në një darkë shumë të rëndësishme, ku ishin njerëzit më të rëndësishëm, vjen Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thyn enën mes burrave, i gjun me kom, Ebu Bekri aty, Omeri aty, njerëzit të pa të gjithë, tani po u ngriu gjaku të gjithëve. Dhe pejgamberi sa se që qeshtë dhe thotë, e po nëna juaj, se kishte nëna e besimtarëve, Aisha nuk ishte gruaja zakonshme. Nëna e besimtarëve, nëna juaj u bë xheloze. Pra normale që gruaja të ketë xhelozi. Pse se ishte tjetra që kishte sjell enën në ushqim, ndërkohë që i takonte Aishës ta sillte. Dhe kjo është një përgjigje për ato motra që pyesin, a duhet gatuj gruaja sot apo nuk duhet gatuj? E pa të gatuj komshia për burrin tat. Fal Zotit, fal. A duhet të shërbejnë vjerrit apo nuk duhet? Ç'është ky mohabet? A do të jetosh vetëm apo do të jetosh me pyetja e parë, takimi i parë në kafe, çuni dhe goca, ti do të jetosh me prindit apo do të dalësh vetë? Ç'është pyetje më? Çfarë fejo është kjo? Nga e ke marrë këtë mësim? A je me burr? A ka burri prindër? Mbaroj historia. Xheneti i burrit është aty. Kanë gjëra që nuk diskutohen. Dhe Islami normalisht i ka ngjizë këto gjëra. Mirë po, ka thonë njëri me fetva, ka thonë tjetri me fetva. Allah është shpërblet ato që japin fetva, por nuk është ashtu faktikisht, sepse jeta funksionon me tradita dhe me zakone, gjëra që nuk bien ndesh, elhamdulillah, në fenë e Zotit. A nuk e ke hadithin e saktit Fatimes që ju kishin bë durt me kallo? I tha o babi tha, sikur të na gjejë rob që ta shërbej neve në shtëpi. Pse ishin bë durt me kallo? Pse ishin bë durt? Se bëjtë punët, punojtë në arë, punojtë në shtëpi. Tha po, tha pejgamberi ndargët do ta gjej unë tha. Po shkoi pejgamberi ndargët, gati sa si kishte zonë gjumi thash. Shkoi pejgamberi sa më thotë pa, gjithë.
Me thonë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu Ekber para gjumit, është më mirë se sa me pas një njëshu të shërbej. Ose Esmaja radiallahu ta'ala anha. Me thesin e hurmave në krah, nga toka vinte vite në Medinë, shkonte merrte tjetrin, grupra ishte kjo, punonte. Sepse ata kishin kuptuar që familja është institucion ku të gjithë bashkëpunojnë, të gjithë bashkëveprojnë, të gjithë japin. Dhe mbi të gjitha të gjithë durojnë. Dhe të gjithë shpresojnë shpërblimin e Allahut dhe du ta mbyll me këtë hadith bukur pejgamberit alayhis salam i cili ka thonë gabimet e njeriu dhe gjunofet e njeriu dëgjoj këtë i falen atij në problematikat familjare. E ke parasysh abdesit ty të fal gjunahe, apo jo? Kur me abdes, të falen gjunahe. Kur fal namaz, të falen gjunahe. Kur shkon për xhumo, të falen gjunahe. Kur shkon në xhami, të falen gjunahe. Kur vjen për xhami, të falen gjunahe. Në Amazon të falen gjunahe. Janë ca gjunahe që nuk të falen vetëm se me këto streset e familjes. Jo po ushqimi, jo po kpusit, jo po kjo, gruaja tha ti i them, po si, u mor mbesh. Janë ca gjunove që bën njeriu që vetëm ky lloj stresi i fal edhe i pastron. E kuptonte? Çfarë mirësie dhe begatie dhe çfarë rëndësie i ka dhënë Allahu xhallahu familjes, du Zotin e madh që na bëj për atyre njerëz që japin rëndësinë e duhur familjes, e kushtojnë rëndësinë e duhur familjes dhe bëhemi në radhë parë shembull i mirë mrena familjes tonë dhe qofshin familjet tona një shembull i mirë për shoqërinë tonë, kur njerëzit tonë bravo e qoh vallai, kemi në pallatin tonë një çift muslimanësh ose kemi në lagjen tonë një familje muslimanësh, vallai bravo e qoftë, janë mashallah, edhe njerëzit i përflasin për mirë, duke dhënë inshallah taala një shembull të mirë për njerëzit që ndoshta akoma nuk e kanë pa derën e Zotit, xhamin, akoma nuk kanë pa ndoshta dritën e Zotit, e ne inshallah bëhemi sebeb me edukatën tonë, me sjelljen tonë të mirë që ata të udhëzohen në Islam.